Shumë simbolike prej vetëm 3.425 euro 84 cent kishte shpenzuar kryeministri Albin Kurti dhe i gjithë stafi i tij në Dreka për 9 muajt të vitit të parë kur morën pushtetin. Por gjërat kanë ndryshuar ndër vite, e veçanërisht në të fundit. Në 2024, kur kanë harxhuar për Dreka e ngjarje të kabinetit 32 herë më shumë se në vitin e parë. Kështu prej 3.500 euro, këto shpenzime të kryeministrit dhe kabinetit e tij, vitin e kaluar shkuan në 112.332 euro 87 cent. Sipas kësaj llogaritje, mesatarisht në ditë, Kurti dhe stafi i tij harxhuan 307 euro në Dreka e Darka, ose gati sa një rrogë minimale në Kosovë, që është 350 euro nga viti i kaluar. Këto të dhëna Dugagjini ka marrë përmes një kërkese për çastjen e dokumente zyrtare drejtuar zyrës së kryeministrit. Por jo vetëm në Dreka dhe Darka. Në të gjitha kategoritë e tjera, shpenzimet e Kurtit dhe stafit e tij u rritën, përfshir akomodim, bileta udhtimi, derivate e mëditje. Kështu në total, në vitin e parë të qeverisjes Albin Kurti e stafi i tij harxhuan për 6 kategori brenda marsit e deri në dhjetor 33.962 euro. Në 2022, kjo shifër shkoi në 192.369 euro. Në 2023 u harxhuan 208.893 euro, kurse në vitin e kaluar gjësej 315.588 euro. Pra krahasuar me vitin e parë, shpenzimet e kryeministrit në 2024 kanë shënuar një rritje prej rreth 829%. Në të dhënat që zyra e Kurtit i ka ofruar, nuk ka specifikuar se sa njerëz përfshihen në stafin e kryeministrit, por vetëm e ka dërguar si kategori të veçantë. Në vitin e parë, për shembull, stafi shpenzoi vetëm 2.783 euro për bileta, e kjo shifër u rrit çdo vit derisa kulmoi vitin e kaluar në 62.995 euro. Njëjtë ndodhi edhe me mëditje, ku stafi i Kurtit nga 5.000 euro në vitin 2021, në vitin e kaluar mori 39.485 euro, dhe këto u rritën çdo vit. E vetmja gjë këtu që nuk ndryshoi është se Albin Kurti zgjodhi që asnjëherë, prej se është kryeministër, të mos marrë mëditje dhe të mos përdor shpenzime të telefonit që i takonin. Por këto u përdorën nga stafi i tij, që shpenzoi ndërmjet 3.000 dhe afër 9.000 euro në vit për telefon. Para të majme u harxhuan edhe në bileta aeroplani, veçanërisht në vitin 2024, ku për to u pagua 76.736 euro. Prej tyre, afro 63.000 nga stafi i Kurtit e afër mbi 13.000 nga vetë kryeministri. Sikurse stafit e tij, edhe Kurtit në 2024 i u rritën shpenzimet për akomodim, ku ai shpenzoi rreth 23.000 e stafi i tij mbi 46.000. Meqense kërkesa e televizionit Dugagjini ishte dorëzuar në kryeministri për gjithë mandatin, ata nuk kanë ofruar asnjë shpenzim për vitin 2025.